Kalojmë linjën me një në selin e Partisë Demokratike, është kryetari Sali Berisha. Ndigjuat tërkuzën koprolalike të Edi Ramës për Lubi Ballukun në fakt elegjin e ti për veten e ti dhe për Lubin. Sot Edi Rama hoqi çdo lloj maske dhe doli publikisht në mbrojtje totale, duke vënë në peng kushtetutën e vendit, ligjet e vendit, ndarjet e pushtetit dhe procesin e integrimit europian. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston. Dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Ai mbori në mbrojtje totale veten e tij, sepse de facto Lubia nuk ka qenë asgjë tjetër, veç se noterja apo regjistruesja e të gjitha vjedhjeve 25 vjeçare të këtij kryehajduti. Edi Rama sot sfidoi çdo shqiptar, sfidoi qytetarët shqiptar, të dashur qytetarë dhe qytetare. Nuk është një sulm kryesisht ndaj SPAK-ut, ndaj drejtësisë kjo që po bën. Sepse në këtë drejtim drejtësia po përfaqëson ju, po përfaqëson ligjin dhe interesat tuaja. Por ky është një sulm direkt ndaj jush, ndaj dinjitetit tuaj, ndaj lirive tuaja. Ky është një sulm me të cilin Edi Rama ju thot ju se ai qëndron mbi ligjin dhe se ai si një narkodiktator i vërtet vendos në këtë vend për gjithçka dhe për çdo gjë. Ai sot dëshmoj më shumë se kur se është i gatshëm t'i përdor mandatet e tij të krimit si bajoneta kundër qytetarëve shqiptar dhe interesave të tyre në tërësi dhe në veçanti për mbylljen e dyrëve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk është çështje Ballukut dhe njëherë. Asnjëri prej jush nuk duhet të pranojë këtë narrativ. Është çështja direkte e Edi Ramës. Vjedhjet e tij të i kalojnë miliarda. Edi Rama është i vetmi kryeministër në Europë që ka ndërtuar vilën me themele 57 metra të gjata dhe obor apo park 8300 metra. Edi Rama është i vetmi kryeministër në Europë dhe në botë që ka thirrën e tij të zezë mbi objekte publike
me vlerë 130 milion euro, siç janë incineratori i Tiranës dhe nuk ekzistojnë. Edi Rama ka firmën e tij të zezë, dorën e tij të zezë, mbi koncesionet në shtetësi prej 360 milion euro. Gjobe të mërshme dhe shkatrimtare mbi sistemin shtetësor vetëm për pasurimin e tij. Edi Rama ka firmën e tij në të gjitha tendrat e rrugëve të shemura sikur të ishin rrugë kashte, por të ndërtuara me çmime 8-12 herë më të shtrejta se sa në Bashkimin Evropian. Edi Rama ka dorën e tij të zezë mbi shkatrimin e portit të Durrësit, një pasuri kombëtare prej 4 miliard eurosh. A ju përpoq të tërheq në aferat e tij korruptive NATO-n, por dështoj me turp, dhe tani që janë ofertat qarta të partnerëve strategjik, a i kërkon që portin e Durrësit për ta vjedhur ta ndërtoj me rusët apo me të tjerë që kanë interesat kundërta strategjike me Shqipërinë dhe NATO-n. Fjala e tij sot dëshmoj dhe njëherë se është i gatshëm për çdo skenar dhe të mos paraqitet vetë para ligjit, para drejtësisë. Ndaj dhe sot për çdo qytetar shqiptar, fjala është e tij. Fjala është e qytetarëve. Parlamenti është totalisht i aneksuar, është një instrument i narkodiktaturës, i pushtuar nga Edi Rama. Drejtësia shumëzohet me 0 nga Edi Rama. I garantoj qytetarët se vjedhja nga qeveritarët nuk do të ndërshkohet, se vjedhja nuk do konsiderohet më krim për qeveritarët shqiptarë. Fjala është vetëm e qytetarëve, me datën 12, në orën të gjithë Shqipëria para parlamentit, në një protest në një kryengritje paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi. Zgjidhja është vetëm në durt e qytetarëve. Unë kam bindje se shqiptarët, pavarësisht nga bindjet politike, njerëzit me integritet dhe njerëz të ndershëm që jetojnë me djersën e ballit tyre, nuk do pajtohen kurrë me këtë vendim të Edi Ramës, me të cilin a ju thot se vjedhja e tyre nga qeveritarët nuk mund të ndërshkohet. Faleminderit. Partisë Socialiste se kuvendi do të bëhet mburoj dhe nuk do të lejoj spakun të arrestoj Belinda Ballukun. A duhet drejtësia të përdor, sipas mendimit tuaj, ndonjë shteg ligjor për të vepruar edhe përkundrejt vullnetit të socialistëve në këtë rast dhe si opozit? Keni një thirrje ndaj drejtësisë shqiptare? Faleminderit. Tani duhet të jemi të sinqertë. Nuk ka patur njëri më kritik në këtë platformë se unë ndaj drejtësisë. Por në rast se ekzekutivi me kartonat e krimit vendos të mos pranoj vendimet e drejtësisë, i përket sovranit dhe jo drejtësisë të thot fjalën e vetë. Sepse drejtësia
e tëra është një trup, ta marrim 300, 400, 500, sa janë 1000, të gjitha hallkat tjera janë në duart e ekzekutivit. Në këtë kontekst është sovrani, ai që duhet ndërhyjë me të gjitha mjetet kushtetuese demokratike për të bërë të mundur ushtrimin e pushtetit nga sistemi pushteti gjyqësor në Shqipëri. Ndaj dhe a do vazhdoj drejtësia të lëshoj urdhra të tjerë për arrestin e Edi Rams apo jo, unë nuk mund ta parashikoj këtë. Një gjë është e sigurt, që zgjidhja është vetëm në duart e qytetarëve. Kemi të bëjmë me fatin e çdo shqiptari. Kemi të bëjmë me fatin europian, me ëndrrën europiane të integrimit në bashkimin europian të gjithë shqiptarëve. Ndaj dhe cili do jetë reagimi i drejtësisë në këtë rast, unë nuk mund të parashikoj, por detyra e opozicës, detyra e qytetarëve është të qëndrojë me të gjithë forcën në anën e kushtetutës dhe shtetit ligjor. Ju keni thënë që Edi Rama nuk do të arrëzojnë as drejtësia as ndërkombëtarët, por qytetarët, por apo komunikoni dhe do të komunikoj opozita me ndërkombëtarët lidhur me këtë situatë, pra me një refuzim zyrtar që majoranca po i bën arrestimit Ballukut, kërkesës së SPAK-ut në këtë rast. E vërteta është që ne kemi patur komunikim të vazhdueshëm për këtë problem, por fatmirësisht, siç jeni ndjeni, ka patur vizita intensive ndërkombëtare në Tiranë gjatë këtyre 2 muajve të përqendruara kryesisht në këtë çështje. Ndaj dhe shumë pak ka qenë nevojshme, do të thosha brifimi ynë, ne kemi bërë atë. Unë po theksoj dhe njëherë. Misioni faktmbledhës i Partisë Popullore Europiane i përbërë nga përfaqësues të 30 partive që ishte pak ditë më parë në Tiranë, në konkluzionet e tij shprehet se gjendja që gjetën në Shqipëri ishte shokuese. Shokuese. Të gjithë konstatimet e tyre në Shqipëri, përfaqësues të Parlamentit Evropian që erdhen në një akt shumë të rrallë, mision faktmbledhës, edhe ata i pasqyruan në fjalimet dhe qëndrimet e tyre në Parlamentin Evropian. Po kështu, Shqipërinë e kanë vizituar ministri i jashtëm i Republikës Federale të Gjermanisë dhe ministri për Europën i Republikës Federale të Gjermanisë në këtë harë kohor të shkurtër. E ka vizituar komisioneri për ligjin i Komisionit Europian. Jam i bindur se nuk ka vend të lirë, se vendet e lira qëndrojnë fuqishëm për shtetin ligjor. Ndaj dhe nuk mbetet gjë tjetër vetëm falënderime për qëndrimet e qarta të prera që kanë mbajtur. Por, siç jeni dëshmitar, e kam paralajmëruar gjithnjë se Edi Rama kurrë nuk do pranoj të dorëzohet para drejtësisë. Se Lubi Balluku është thjesht noterja, sekretarja e regjistrimit të vjedhjeve të tij, natyrisht ka përfituar prej tyre. Por aty kryesor është Edi Rama. Kështu që duhet tani sovrani të thotë fjalën e tij në mënyrën më të vendosur, më vendimtare.
Berisha, a e dëmton procesin integrues të vendit vendimi i sotëm i shumicës për të mos bashkëpunuar me drejtësinë në luftën kundër korrupsionit? E dëmton integrimin, procesin integrues? Urdhon e kërkon? A e dëmton procesin integrues të vendit, vendimi i sotëm i shumicës? Proceset integruese absolutisht i blokon. Edhe njerë, nuk ka dyshim, pavarësisht nga përpjekjet që mund të bëjë një vend apo një vend tjetër, por s'do mund të ka përcejnë kur atë grup vendësh që kërkon shtetin ligjor dhe kushtetutën. Ka në këtë mes mbështetës edhe për pamfletin Rama Vučić, që de facto do të thotë nxjerrje jashtë procesit të integrimit të Shqipërisë dhe Gjermanisë. Në thelb edhe ajo është nxjerrje e Shqipërisë jashtë procesit të integrimit. Kalimi i Shqipërisë vetëm në sfondin e tregtisë së lirë. Kështu që për dëmtuar e dëmton në mënyrë palësore, por ju e morët vesh. Shqipëria, si asnjë vend tjetër në planet, hyri dhe në platformat e basteve, në Polimarkit. Nëse do mbjetoj Edi Rama 26-ën apo s'do mbjetoj. Unë u them atyre që vunë bastin, se nuk mbjeton, do të fitoni bastin. Shqiptarë do të japin duart e Edi Ramës. Duart dhe shumë shpejt. Le të mbledh gjithë kartelët e drogës të botës, populli shqiptar do të triumfojë mbi to. Faleminderit.